Alen Sherri do të rikthehet menjëherë te Cagliari në Serie A. Portieri kombëtares nuk do të presë fundin e sezonit deri kur supozohet të qëndronte i huazuar me Frosinone në Serie B. Boris Radunovic i Cagliarit do të kalojë te Spezia. Për këtë Cagliarit i duhet një tjetër portier si alternativë. Frosinone nuk është pengesë pasi Sherri nuk ka fituar asnjë minutë deri tani në Serie B. Ish portieri Ignatias ishte i pafat këtë sezon në Itali pasi u dëmtua që në debutim me Frosinone duke luajtur në Kupën e Italisë, kështu qëndroi për disa kohë jashtë fushave. Minutat për të kanë munguar, megjithatë Cagliarit i duhet një opsion më tepër, kështu që vjen dhe ky rikthim surprizë i Alen Sherrit në Serie A. Portieri Alen Sherri është nështruar dje një ndërhyrje kirurgjikale si pasojë e dëmtimit të rënd që pasoi në ndeshjen e Kupës së Italisë ndaj Monzës. Pas një përplasje me një shok skuadre, ai pasoi fraktura të shumta në fytyrë dhe u desh të linte i gjakosur fushën e lojës duke përfunduar në spital, aty ku kaloi dhe natën. Konsultimet me specialist kanë treguar se ndërhyrja kirurgjikale ishte e pashmangshme dhe për këtë arsye Sherri e kreu dje atë për të rindërtuar pjesën e dëmtuar në molza dhe kockën e hundës. Sipas vet klubit pritet që Sherri të mungojë për 2 muajt e ardhshëm nëse gjithçka shkon sipas planeve në riaftësimin e tij. Frosinone njofton se futbollisti Alen Sherri është nështruar një ndërhyrje kirurgjikale për të reduktuar një frakturë polifragmentare të kompleksit të djathtë orbital maksilomalar dhe kockave hundore me rindërtim të dyshemes orbitale dhe mbajtje me pajisje fiksimi prej titaniumi. Ndërhyrja kirurgjikale u krye nga profesor Roberto Pistilli dhe ekipi i tij në departamentin e kirurgjisë maksilofaciale të Spitalit San Camillo Forlanini në Rom dhe ishte teknikisht e suksesshme. Portieri do të fillojë programin e tij të riabilitimit në ditët në vijim. Koha e rikuperimit pritet të jetë 60 ditë, shkruhet në njoftimin e Frosinones.